Brother Radio. Mirë mbrëma gjithëve, mirë se vini edhe sonte në Big Brother Radio në një emision të ri ku i ftuari i ditës së sotme është ai djali që të vogël e kemi ndjekur, e kemi dashur, e kemi pëlqyer, e kemi rritur në këtë studio edhe në këto ambiente të Top Media. Ardit Murataj në Big Brother Radio. Duro, përshëndetje. Po të vogël të kam lënë edhe shica të gjeta. Jo, në të dobët më ke lënë shica. Ashtu po prap dukesh mirë, në formë dukesh. Ja sa të bie me ca kile. Në dorë ke. Po ju fute edhe ndodhe, edhe ti dhe unë. Mikele Amike, ku jemi zemër? Hello. Mike të gjithëve. Si. Ej, ti Mike, ditën kur më the se Ike, zërin si në magike. E di ti nuk vjen më Ike, tantara. Ike. Mikele Po sot Amike, erdhëm. ju e njihni është gazetarja e dashur e Top Albania Radio që zbardh të gjitha lajmet që ndodh këtu. Sigurisht jo vetëm, së bashku me Silvian, me Glerian, të cilat do të vazhdojnë, do të vinë në këtë studio, po sa të mbysin pak ato emocionet e tyre. Arditi si të është dukur ty në këtë Big Brother apo s'çka? Më duk Pati një kështu. si dy ardita. Si dy ardita? Çfarë do të thonë? Ja se unë për shembull e njoh prej shumë vitesh. Po. Dhe do flas edhe unë, po ty si një vajzë që nuk e di, Duk më ka rënë në shumë raste që ta njoh, po duke u përmendur edhe pak fjalët e Liseas që tha shumë ndryshe nga realiteti, nuk e di, tha është shumë i Kujt? qetë. Lisea? Ja, Liesës. Liesa, Lisea, mirë, hëllë, po flet. Liesa që është një nga shoqet miket më të Ishte ngushta të ftuar Ardit. në Big Brother ka Radio qenë këtu. përpara disa Të kemi bërë një mbulim të Po. mirë. Sa Si ka pas parë? ke parë Jo, gjithë sa ka aty. parë. Po normal, Ja, diçka të duhet themi më para ne. kur del. Aha. Dhe këtë tha që është i qetë dhe nuk e di tha pse po futet në këtë presion, isha atëherë debati që pate me Shëndritin. Kështu Po. që le të themi ti ke pasur një histori të gjatë që nga hyrja jote deri tani në lidhje me këto zënkat Më kanë pak përndjekur, të po. po. Si e ke parë veten në këtë dimension tjetër? Shiko, unë nga natyra nuk jam konfliktual. Nga natyra, në vetë, do të përpiqem gjithmonë që konfliktet jo t'ja nashkaloj, por ti sheshoj qetësisht, pa bërtitur. Dhe e kam pjesë të natyrës time dhe të karakterit tim. Problemi Po është ndërkohë në këtë Big Brother për këtë të mbash më. Prandaj tash ka- dy që nuk ardita ishe shove, duke i Pra, ndezë ka- i dashur. Ka një problem, unë nuk ndez asnjë debat. Nuk ndez asnjë konflikt. Tani Ardit më fal se e filloi me Shëndritin, po ti hyre në shtëpi dhe e kape Kristin, e kape. Po merr kur më vjen tjetri në fytyrë duke mbërtitur, çfarë duhet bëj? Si qesh, se është e vërtet kjo që them unë, po nuk Jo, e ngriti dhe pak tonin kështu si pa Të dashje. betohet Arditi. shkonte edhe kështu. Të betohet Arditi. Gjoksin para. Tani, po pra kur të vjen tjetri në fytyrë duke të bërtitur, çfarë do bësh? Do rrish do shohësh? Se nuk ka kuptim, nuk ka sens. Mos e Kristi s'para bërtiste tani, ishte. Po pse bërtiti ke unë? Pjesën e provokimit e pati pak, po është kjo tjetra që sa ishe ti kundrejt të tjerëve, pra edhe Kristi me ato tendencë erdhi, edhe Shëndriti me idenë për të provokuar, por pse duhet të dile nga vetja, është pyetja me... Ah, është shumë bukur e Ta bëre. nisim nga Shëndriti. E nisim. Me Shëndritin, ne kemi një mikesht përbashkët që është Fifi. Madje edhe përpara se të futeshim, kemi qenë aty të tre. Dhe Pra ti e njeh Shëndritin nga jashtë. jo, nuk e njeh Shëndritin nga jashtë. Aty e kam takuar për herë të parë, thash kemi një mikesht përbashkët. Okej. Por nuk e njeh fare as kush ishte as si Okej. ishte. Aty jemi takuar për herë të parë. Dhe ai impakti që e elaboronte shpesh se duhet jemi pozitiv, thash okay, shoqyrtesh. Edhe Livia po e njëjta gjë. Duhet jemi pozitiv, duhet jemi fani, Po, duhet jemi ditën që u gazmor. futë të gjithë së O, bashku. shoqyr Po, thash. takova dy pozitiv. Takova dy njerëz me të cilët po futem dhe Kanë këtë shpresoj mendje. që nuk do kem raporte të këqija apo do krijoj raporte të mira. Me Shëndritin fillon që në shpellë ku përpara më tregon që un kam bif me Brikenën, nuk ka ashtu, pra kishte një lloj kështu revolte ndaj asaj vajzës. Është okay, në rregull, thash, punë të ti, shumë intereson mua. Dhe Brikenën nuk e njihja. Futemi në shpellë, ç'a ndodh? Vinte Mateo tek dera se e thriste Brikena, Shëndriti op një herë, op dy herë, op tre herë, katër herë, pse para gjykova. Ndërkohë nga ana tjetër ishte gjithë Briki zemër, Briki shpirt. Tash prap, okay, në rregull, po e le. Po pse çfarë po bënte? Pozitiv pra, Po shpirt e prit pra një zemër. sekond, ti nuk mund të thuash për një njeri kam Pra, gjë bif me tjetër atë personin, thonte dhe e pra, gjë se këtë nuk e tjetër dyroj dot. bënte. Ti thua kam bif me atë personin dhe në një moment me Mateo në ulur kam ndryshuar mendim për Brikenën që nga vajzë shumë e mirë. Kur vlla për 10 orë. S'mund të ndryshosh mendim për një njeri që ti thua kam bif me atë personin
dhe të thuash që ndryshova mendim që nga vajzë shumë e mirë dhe pozitive, kur ti si ke dhënë dorën akoma se ke parë në sy, ke komunikuar vetëm nëpërmjet derës. Derës, e kuptoj. Që këtu nisi pastaj edhe debatin me Livian, që u tregua pasivo-agresiv ndaj një vajze duke thënë s'ma ha pëja mua për fare për ty. Tash valla çaj duke thënë. Se për këtë arsye u ktheva dhe Kristit po ndaj Livias, duke i hequr dorën me të madhe dhe me prepotencë. Pra këto janë sjellje pasivo-agresive, të cilat sidomos të bëra nga një djalë kundrejt një vajze nuk mund tolerohen. E kuptoj. Dhe unë të mos ngre zërin, atëherë hajde rrim të gjithë aty. Po pra po. Durojmë Robertin, durojmë Kristin, durojmë Shëndritin edhe bëjmë sikur s'ka ndodhur asgjë. Mbaj mend ku e le dhe mbajini mend ju këtë që do ju them tani se në Max Optica kanë mbritur koleksionet Spring Summer që janë fantastike. Brendet më të mira të syzeve janë në Max Optica, kudo ku ju jetoni ka një Max Optica. Mund shkoni ti vizitoni fizikisht dyqanet e Max Optica, kanë në Durrës, kanë Tiranë, kanë Prishtinë, kanë Maqedoni, ka kudo. Por blerjet mund të jenë edhe më të thjeshta online në maxoptica.com nëse ju dëshironi t'ju vinë në derë të shtëpisë. Është dhurata ideale për ditën e verës, për shembull se dielli i madh fillon tani saç. Fillon 30 gradë. Dhe një dhuratë e bukur do të ishte një koleksion i ri që vin me deri në 50% ulje dhe kjo ofertë është e limituar, ndaj ju duhet të nxitoni për të përfituar nga oferta e Max Opticës. Kujtoj gjithashtu se vizita okulistike është falas dhe syzet okulistike kanë uljen e tyre deri në 50%. Ardit shkojmë në publicitet? Mikela, shkojmë në publicitet? Kthehemi pas pak. Ja te kemi sërish bashkë dhe është momenti për t'ju folur për Lita Construction, se janë disa apartamente, disa rezidenca fantastike tek bulevardi i ri që duhet të përfitoni. Të shkoni, të shihni, të vizitoni e të zgjidhni apartamentin tuaj tejet modern që mund të jetë 1+1 ose 2+1 të konceptuara me kujdes në çdo detaj. Dhe kur them të konceptuara me kujdes në çdo detaj, e kam fjalën për cilësi të lartë, për materiale premium të përzgjedhura, për izolim maksimal termik, për dritare cilësore, për planimetri funksionale. Dhe ajo çka është më e rëndësishme për njerëzit që shkojnë dhe interesohen ose ta paguajnë, janë shumë fleksibël në pagesa, ka financim me bank pa kolateral dhe pagesë me këste direkte pranë kompanisë Lita Construction. Ka marrë malli? Ka marrë malli për radio? Shumë. Ka marrë malli për prezantime televizive? Bëre aty le ca gjurmë të mira aty. Ishte e bukur ajo me sfilatën. Arditi aty interesant shumë. Mashallah. Që nuk dinte kush ishte juria. Pra kishte shumë pak të dhëna se një prezantues, por nuk pati një skalet minimalisht me të dhëna të rëndësishme si emrat e të ftuarve, ja dola. Të them një të fort fare me Valbonën, me Bobi. Ha, pra tani të bëjmë ca gjëra kështu, tani themi dhe disa për të qeshur se e nxim direkt me sheve. Kam qesh me lot. Ishte një moment që mbaroi spektaklin. Takoj Bobi. Ma gjeni pak atë spektaklin e bukur të Arditit. Takoj Valbonën në qafë, si ke qënë, hajde ikim ta mua. Ku të vemi? Hajde me ikim, marrove punë ti. Ku i thash? Kështu pra prezentova, hajde ikim tani, s'do vish me neti. Bobi thashe banorë. Unë jetoj këtu. Bona ka menduar, Valbona Filipan ka menduar se unë jam kontaktuar për të ardhur për prezantuar atë. Ishte edhe kryetaria e jurisë, ë? Doje ti ke në atë moment apo doje të vazhdoj? Po çfarë po thosh? Kishte emocione në atë pjesë tani. Okej, jemi prezantues, po kur na jepet një prezantim i tillë do duket si prime time se është jashtë që vëshguar. Absolutisht, ishin disa momente aty që zoti ma realisht po nuk jam mbyllja do të gojën ca njerëzve. Ty s'kisha që t'i bëje, për shkak Tanit, Mirit që fillonin bëri nga këtu për rrjella atyre atë. Ishte dakord ti me miset që u përzgjodhen? Po ka qenë dakord Juria, unë kam qenë. Kush ishte për ty vajza më e bukur në Big? Vajza më e bukur në Big, Nikol. Yes. E bukur është, më thotë. Botë pra çaj. Shumë e bukur është. I bëra edhe dhuratë, po se dhash dot. Çfarë diti këtë për këtë dhuratë? Bëre dhuratë? Dhuratë për 8 marsin. Po dola unë 7. Po jo, pra si, çfarë kishe bër? Parfum, një lipglosa diçka e tillë, çokoladë dhe i Parfumi është ndarje. Si? Ndarje, u ndava pra? Jo, me zemra se kam bler un parfume vit për vit edhe ja. Iku 10 vjetor i parë. Aty jemi. Ja Arditi, ja, i japim pak zë Arditit që unë s'e kam parë fare këtë, po tani po e shoh për herë të parë, sinqerisht. Sa e bukur është? Doli Arditi aty me një kuror kështu si mbret nga mbrapa. Nuk ka shans. Mreti Bigut. Okej. Na duhet të banore se jemi pak. Miri. Ja, miri.
Si e, mirë pa faleminderit. Ndërkohë, siç mund ta shihni praktikisht nga veshjet që ata kanë, janë gati për verën, janë gati për plazh dhe sfilata e radhës është Summer Edition Wear dhe nisim me një herë me të parin Alessio dhe Arditi left the chat. Mirit nuk i rrihej. Miri nuk i rrihet, do të flasim për Mirin, se është histori e gjatë me Mirin, se unë nuk e kam kuptuar shumë mirë këtë debatin. Jo, nuk e kam kuptuar edhe Arditi do na tregoj pas pak. Po thoshim vajza më e bukur për ty Nikol. I duhet i bëj dhurata për 8 mars, po dole. Ja, bëra unë dhurata e marr vesh, po ti nuk ishte aty që të festoje me të. Pëlqeu vërtet? Dhe po të rije mund të kishte diçka me si të dy? Se di, ke një kot. Pa jo. Se di. More një qëndrim tjetër tani kështu. E pra, si u bë? Po. Erdhi kështu si gangster edhe tash. Po puna është se pas kemi parë. Ku i kemi syt ne? Ku di ku i keni syt ju? Wow. Ja që na Arditi dhe Nikol. shpëtojnë edhe këto gjëra. Arditi dhe më bëni një foto montazh çuna Arditi dhe Nikol. Shkojnë atë. Ajde Alice, ai atë lutem. Zoti vall. O bobojo. Çfarë? Çdoja unë. Po mirë, nëse ti do kthehesh në shtëpinë e Big Brother, do ta Nikol? Do ta. Do me thënë do filloj ato gricjet, ato. Unë fillova gja, po Kuptoj që? ja. Fare. S'kuptoj gjë. Ishte ca momente, nuk e di ai kush e ka dashuruar, Jo, po jo, avash çikti. Na, vaj. I mban ka më detaj. Ishte ca momente që ke parasysh të gjithë ziheshin në shtëpi, ose në ato momente kur ne ishim ke dhoma gjumit. Pra vllai mat na thonte shkojnë dhom gjumë. E fillojnë gjithë, histeri totale aty. Unë thjesht rria shihja atë. Betohet. Mirë të qetësi si njeri. Dhe thotë jo, su dashurova. Më Po mirë fal sa duhet shumë. shumë. Duhet më shumë. Se s'dashurohet njeriu kështu, tak fakt. Po më tak fak jam dashuruar. Aty brenda Oh. bigut kështu thuaj që dashuron tak fak. Pse di tash, unë nuk mund ta shuaj vetëm dashuruar me Nikol, por ama që kam simpati të madhe për atë vajzën po. Po syt shkëlqejnë. Shkëlqejnë si Dhe i çka. çosh një mesazh. Edhe buzëqeshja. Bolti. Si boll më, po unë e di si e lexoj gjuhën e trupit tek njerëzit, edhe gjuhën e fytyrës. I ka u faleminderit se Dhe i na çosh Jo, një ti s'ke ku mesazh tikash. në Big Po Love. çfarë? Nëse do t'i shkruaj një mesazh në Big Love, çfarë do t'i thoja? Shiko, unë po e provoja në fakt, po nuk e di pse s'më pranonte atë pa. Mos nuk e lek në Jo kartë. më kisha, më thon drejtën se tërhoqja, po. Çfarë do i thoje nëse Jemi në Big Love, po i dërgon një mesazh Nikol. Nikol, vetëm qesh. gëzuar 14 mars. Gëzuar ditë e verë do të cilin ballakume. Ballakumja ime. Ballakumja ime parë është për ty të verë. Zoti vallëtisha. Ballakume. E goca, jo kështu. Jo, ne flasim me sy shpunget. Ti na ndryshove komplet rjetën e programit, ne ishim ke sherrë, dolëm ke. Po kështu të kishte bërë dashuri më shumë se sherrë. Po të lindë njëri aty? Slinte njëri. Slinte njëri. Jo, ishte edhe një kohë e shkurtër me të drejtën. Dhe nga një anë, është ajo që diskutojmë më pas here. Kur hyn në këtë pikë të lojës, o do hysh Ore, bam, o ore, tash nuk nuk doja të hyet hyja me bam parfume e me bam. çokoladata me lip gloss. Ore, nuk doja të hyja bam e bam. Mua më erdhën bam e bam. Tani çfarë do bëja? Unë do rria, do frya Po syt. pse mendon që të erdhën bam e bam? Po Të se panë më një herë erdhën. si lojtar potencial, si një Po jam të them këtë tjetër unë. Atëherë pse si ka mundësi që në 10 ditët e fundit të qëndrimit tim nuk më afroi me askush për të biseduar? Askush. Si e shpjegon ti? Sepse në argumentim unë disa herë kam nxjerr disa nga ata blof. Cilët? Ju Elën, Kur? Miri. Ku? Njërin e kam nxjerr në momentin Do ma lë Mirin për në fund se Miri ka histori për. Juela kishte këtë o do jem unë protagoniste në çdo gjë o bjer e vdis. Në situatën kur shëndriti shau Mirin që isha unë ai që e kapi fjalën, Juela tha jo, isha unë ajo që e thash. Okej. Në situatën prapë me Selin ku po bëhej diskutimi për bashkëshortet e Mirit, jo isha unë ajo që e thash. Ndërkohë Selin nga ana tjetër gjithë tjerë ka pa vëlla, dalë se foli Arditi. Foli dhe ajo më mbrapa. Po mos u bë flamurtar edhe ti. Dreqe e mori. Në biseda që kam pasur pastaj s'më kujtohet me me Tanin, po me Tanin më duket ka qenë. Pra ti thua, unë hyra, mu kundërvun të gjithë dhe pastaj të gjithë u stepën. Nuk po them se më kundërvun të gjithë, më kundërvu Kristi i pari. Po Kristi është një që ishte në atë kohë një lojtar shumë potencial, shumë Jo potencial, por atëherë dua ta theksoj këtë, për Kristin për atë çfarë kam parë në
rrugtimin e tij në Big Brother ka pasur gjithmonë një vlerësim për sa i përket intelektit atij djali. Mënyra se si ai u qas ndaj meje nuk ja keq kuptoj për shkak se unë hyra me atë këngën e famshme krejt shokët e mi e tjerë me radhë dhe normalisht në atë pikë ai kishte një përballje shumë të fortë me Mirin. Dhe nuk ja keq kuptoj këtë pjesën, por ama nuk mund të vitë në bërtasin në fytyrë me të parën. Se në fund ditës isha unë ai që e zgjodha po prap Kristin lider aty bashkë me ata të tjerë. Përse nisi debati juaj Arditi? Atëherë debati midis meje dhe Me Kristit. Kristit, po. Debati me Kristin ka nisur që në momentin që unë kam shkelur këmbë në shtëpi nga shpella. Pra që neve dolëm jashtë, pjesën e oborrit e kishina. E kapa tha Kristi. Kristi vjen me hagërret, edhe ti që ke si ky tjetri kështu edhe ti Besoj prej pervers. shoqërisë që Edhe ti je pervers. Mirin. Dali çiko valla. Priti herë, ulu herë, mirë si kalove, si e. Pa. Hajde mirë sa erdhe valla. Po. Tani pse erdhe me këtë robin kështu ti? Se s'mund ta pretendosh që unë të të kthehem ty në normalitet kur ti vjen dhe më vërtet mua surrat në fytyrë. A je penduar ti në ndonjë moment pikërisht për këto që thua që hyra, pata disa persona aty të cilët tu kundërvun, tu kthyen, të panë si, ore se shiko se njerëzit do të thënë ti hyre, ju duke djalë potenciale dhe shiko unë do merrem me këtë po them pra. A da ta panke ty një potencial të mundshëm që mund të arrijë më lart. Fiks. Kështu Një lloj frike ndoshta, një lloj. Ore, se nuk dua ta kaloj këtë pjesë frikë, por normalisht secili ka krijuar atë territorin e tij. Dhe vjen ky djali, një djalë i cili është përmendur emri. Ata kishin marrë informacione për mua. Pra e dinin shumë mirë që unë kisha një far bagazhi, kisha një far forcë argumenti. Dhe këtë e provuan që të gjithë, që në ditët e para. Dhe besoj prandaj ka ardhur ky distancimi me njerëz. Ditën e fundit unë i thoj Uela, hajde bisedojmë pak, unë të bisedoj me ty kurr. Nga ana tjetër vinte Miri në krevat i thonte, Miri më ka thrit Arditi për të biseduar ç'a të bëj. Tani kam një pyetje tjetër. Kur Arditi i hyri ditën e parë në shpellë dhe kur i thanë zgjidh një person, Arditi ishte ai që zgjodhi Selinën? Po. Ktu filloi sheri me Mirin? Jo. Ka publicitet, na e shpjegon pas pak. Jemi sërish bashkë në pjesën e dytë të Big Brother Radio. Është momenti për të falendëruar Kolagjen dhe jo sepse i është bashkangjitur këtij emisioni, por që është realisht një nga zgjedhjet më të mira që mund t'i bëjmë shëndetit dhe shpirtit dhe trupit ton, se ndjehemi gjithmonë më të lehtë nëse i përdorim dhe gjithmonë më të sigurt në pamjen ton. Dihet që pas moshës 20 vjeçare kolagjeni në trup bie në mënyrë natyrale dhe ajo çka duhet të bëjmë është i marrim nëpërmjet suplementeve siç është ky, më i miri në treg. Kolagjen Pro Plus 1 dhe 3 zgjedhja ideale për shëndetin ton. Vetit kryesore janë dhe më dëgjoni me vëmendje. Ushqen kockat dhe nyjet, hidraton lëkurën, rrit energjinë, rrit elasticitetin, ndalon rënjen e flokëve dhe na forcon thonjt. Mjafton të pihet një herë në ditë në një lugë gjelle të tretur për 1 minutë në ujë para vaktit të drekës ose të darkës dhe jeni në rregull me shëndetin tuaj kur bëhet fjalë për kolagjen që duhet ta marrim të gjithë pas të 20-tave dhe kryesisht edhe prindrit tan në moshën që janë. Arditi dashur. Ti më the që hyre, zgjodhe Selin dhe nuk është ky fillimi i sherrit tënd me Mirin. Po cili është? Atëherë, fillimi i krisis raportit me Mirin besoj se ka qenë në natën e një prajmit të martë mos gaboj, kur u dha klipi që Selin po tregonte se në fillim e fare, nga historitë personale që Miri me Selin danin me njëri tjetrin, ajo kishte menduar se ndoshta Miri dhe partnerja e tij nuk kishin, gruaja e tij nuk kishin një raport korrekt. Dhe këtu Miri thot, pse s'ke ardhur dhe të ma thuash ti mua këtë? Që ka thënë Selin për mua. Që ka thënë Selin për raportin që unë kam me partnerin. Ndërkohë që ti dhe Miri treguat që ishit shok dhe njiheshit nga jashtë dhe rinit një kohë të mirë bashkë, nuk po them të ngushtë. Jo, si shumë shok. Atëherë unë çka kam bërë, që ta nis që në gjenez sepse njerëzit duhet ta kuptojnë këtë gjë. Unë kam bërë sepse duke patur parasysh që këtu u bë si bigu i njerëzve që vinë nga jashtë për suportuar të tjerët, nuk duaj që të krijohej fare kjo gjëja. Dhe unë thash, Mirin e kam shok, Mateon e njoh, kam qenë me gjimnaz me të, Stenalën e njoh sepse ka qenë në Top Albania Radio. E kam takuar një herë, 2 herë. Alesion e njoh se po ashtu, nuk kam thënë për Alesion që e kam shok. Puna që bëjmë na lidh me këta njerëz. Na lidhëm me këta njerëz dhe e njoh. Kemi shok të përbashkët, por e njoh. Bukuri. I hoqa të gjitha gjërat nga jashtë. Isha i qetë, isha aty brenda. Futet Miri në shpellë dhe më pyet, pse zgjodhe Selin dhe nuk më zgjodhe mua? Mesazhi i parë direkt që unë jam që nuk jam dakord me lojën tënde olla, nuk më pëlqen ajo gjëja. Se s'jam i detyruar ta përgjej, se kam marrë për veten time, s'kam shkuar për Mirin. Mirë,
ta bëra unë si favor, të lash në shtëpi me shumicën e banorëve për mos të të limituar këtu, që ti të vazhdosh pas Selin. Por dhe ndoshta për t'i dhënë mesazhin që po, vazhdo pas Selin, vazhdo vetëm. Faleminderit. Tani, në rregull, dakord. Fati im i keq, dhe që më ka penalizuar tmerrsisht shumë, është që unë nuk e dija dhe nuk isha në djeni që Miri dhe Rogerti na ishin bërë shok aty brenda. Po na rrinin afër. Po çyn Rogerti këtu? Ja ta shpjegojmë se çyn Rogerti këtu. Pas natës aty Prime-it, që unë dhe Miri kishim një raport korrekt, thjesht po fillonte Miri të kuptonte të gjë, dalet se ky djali s'po më mban ison mua. Ishte diskutimi i buxhetit. Rogerti vjen me atë të madhen duke bërtitur, duke shar aty me Stenaldon dhe Malin. Unë që vullem mes dhe thjesht po i thoja, "Olla, ka mundësi të largohesh andaj?" Dhe Miri që më tërheq mua për krau dhe më thot, "Ç'a ke ti me atë?" Me Rogertin. Aty u preva. Është klip që ka dalë gjithandej. Më tërheq mua për krau për Rogertin. Pra ti mendoje se Miri do të dilte në mbrojtje për... Por s'ka nevojë të më dali fare në mbrojtje. Le ta themi kështu, Po pra s'ka, thoshte po jo, një fjalë. jo, nuk e them fare unë këtë pse. Nuk kërkoja unë të më dilte në mbrojtje Miri. Po kërkoja mos më hidhte poshtë për Rogertin, për një njerëz që ças ka thënë për atë aty brenda. Mos bëjmë tani sigur jemi shenjtorë, po na del Rogerti bashkë me Juelën si shenjtorë të shekullit. E çuditshme Jemi në ka Terezi, qenë mo. kjo bashkimi i Mirit me Jemi në Rogertin. Terezi tani më i ka thënë një projnë çestit aty të babait. Si e shpjegon ti këtë bashkimin e Mirit dhe Rogertit? Tani Miri ka kaluar në delir total aty brenda. U jam munduar dhe i kam thënë Miri do t'i biesh kokës me grushta kur dalësh jashtë. Pse ore Miri është Miri, çka ka Po, Miri? Miri u shpa lider, Në Miri. gjykimin tënd. Po, mirë, Në okay. gjykimin tënd, në gjykimin tim jo. E kam thënë që në momentin kur kam hyrë aty brenda që nuk jam dakord me lojën e Miri, s'kam se ti jam dakord. Gjërat që ka bërë ai aty brenda, jo detyrimisht më kanë pëlqyer të gjitha. Ai vazhdoni qëndron aty qëndrimi, është zgjedhja e tij, nuk e gjykoj. Unë do kisha bërë zgjedhje tjetër, po se gjykoj zgjedhjen e Mirit. Nuk e kam paragjykuar. Është Miri brenda shtëpisë Si sa i fort. në lidhje me lojën, se duke qenë se thua që Po mirë, okay. nuk është. Atëre, Miri, jo më koti ka dalë nami që çdo person që ndrinte afër Mirit del. Rasti i fundit ishte Marko. Që Marko ka dalë jashtë, sinqerisht djalë shumë i mirë, djalë shumë pozitiv, ka dalë jashtë për një lojë që e filloi vetë Miri me tan, për 2 cigare. Për 2 cigare ka dalë ai djalë. Me atë veprimin që goditi shëndritin me dorë. Dhe prapa aty unë mund ta kisha bërë jo të madhe, po tere mund të bëja. Mbylla gojën. Mbylla gojën. Atëherë, pse u zure ti me Miri? Ja pra ja, me Miri nuk kemi zënë për këtë, filloi këtu e gjithë krisja. Po? Ke diskutimi i bashkëshortes që Miri pretendon se Miri pretendon se nuk ma the Se nuk ma the ti mua. Okay. dhe ora falja tha Stenaldon Prime, o Arbëri tha, se tha Arbëri që ti duhet ja thoje. Po mirë valla, unë s'jam Ardit Pllumi, as Ardit Lajmëtari, unë jam Ardit Muradaj. Kam hyrë për të bërë bigun tim, jo për të bërë bigun e Një Mirit. shoku tash i dhe i thuhet që po Po nuk përgojojnë. më fal, po nuk e ka shar më, nuk e ka shar. Dhe në fund të ditës isha po unë që i thash Selin, o vajz, mos e vazhdo këtë diskutim më. Dikush pretendon që e kam thënë, dikush se pretendon që e kam thënë, Selin nga ana tjetër që isha aty thot e ka thënë. E po Selin është aty? Hajde gjejmë të vërtetën tani. E mendon ti atë gjë? Si e mendoj? Si Selin? Jo. S'kam qenë Se asnjëherë. ndoshta ka menduar që përderisa Jo, ase ke jo, pohuar, një ase sekond, ke jo kam menduar, mohuar, ndoshta- se nuk e kam thënë atë gjë. Reagimi Po, po. im në atë klipin e shkurtër kur nisi debati ishte në cuq. E bëra pak më parë se e kam instinktive një herë. Për të vërtetuar edhe një tjetër që nga dita e parë deri në të fundit kur kam dalë nga ajo shtëpi, kam qenë i vërtetë. Dhe të gjitha debatet që i kam patur kanë qenë debate të vërteta. S'kan qenë debate të stisura. Ardit pas atij Prime Miri nuk të foli më? Jo. Asun Mirit, pastaj erdhi, pas atij Prime ndodhi dhe kjo me Rogertin, që më kapi edhe për krau, çka ke ti me atë? Dhe i vajta e thash Mirit, o mirë, prej sa kohë e një Rogertin ti? Dhe s'mu përgjigj, 4 herë. Ta them mund tha për 2 orë. Çfarë ka bërë ata të dy bashkë që po rrinë? Atë nuk e di, ta gjejmë vetë me njëri tjetër. Po jo pra ti që na vjen nga brenda se Po s'ka besoj çfarë, ti di më me shumë kë se duhet ne rri Miri kuptimin tjetër aty? pse- Po me pse kë gjëra duhet, që- po me kë duhet rri Miri aty? Tani Miri ti vjen një djalë nga jashtë, një shok, një ish shok. Çfarë lidhje ka? Një person që e njeh, një person që ke bërë dy parë muhabet. Dhe e shikon që fillon dhe rri më shumë me Stenaldon. Po dale se ky djalë s'është budalla tani. Qofse Miri ka mendim tjetër, pastaj është tjetër muhabet. Arditi e penduar që nuk ja ka thënë Mirit këtë? Cilën? Historinë me Selin me Jo, fare. të përgojimin themi me Po si që bashkëshortën. përgojimër se e tha Arbri vetë, e ka thënë në 2 prajme më parë, orë, nuk është sharja ajo gjë, ka thënë një mendim të vetit. Unë kam hyrë në Big Brother, më nuk jam njetë aty. Kam hyrë në Big Brother. Nuk e ka sharë në asnjë moment Selin raportin
apo bashortën e Mirit. Mirë pra, po dhe Miri ka hyrë në Big Brother. Po pra, po dhe unë kam hyrë në Big Brother, atëherë si do ta lëm? Mendon se mund të ishte një lojë e Mirit për të futur në lojë ty dhe atë së bashku? Të futur atëherë kur Miri dhe Në mënyrë që të kishte debat me njëri tjetrin, ta gjeni si pretekst, të të ngrijë edhe ty loja, jo, të kishte këtë tani. Nuk e ke menduar këtë? Shiko, jo, unë nuk e mendoj këtë sepse e para punës, reagimi që ka patur Miri pasi eskaloi debati në një natë prej Rogertit përsëri, Po. ku preku aty ku dhëmb më shumë, ku preku Stenaldon të parin, se babai Stenaldon s'ka ndruar jetë, Imi rishte si vetëm para një viti e ca muajsh. Malit nga ana tjetër i thoshte hajde të mësojmë se si t'i japësh dorën babait në lojë. Hajde nëse të ka marr malli për babain ma bënte mua, hajde përqafoje. Njëjtën gjë ja thotë edhe Stenaldës, e po një sekondë tani. Se këtu nuk është më lojë. Dhe Miri vet, këtu ka qenë një nga debatet që është transmetuar, por nuk është thënë ajo fjalia, pra në klip në Prime nuk ka qenë ajo fjalia, ka qenë kjo. Miri erdhi më të madhe nga jashtë, nuk e di se çfarë diskutimi ka patur. Këtu nuk duhet përmendur familjarët as për shembull, ka thënë. Thash, një sekondë. Miri dashuri thash. Kur Rogerti e bëri atë gjën me familjarët tanë, thash una, për lojë se shembulli loja është këtu, ti nuk reagove. Kështu që ti mos më sill mua tani sikur po të intereson kjo gjëja që ta thuash, dhe kur ndodh në vetvete për ata njerëz që nuk të interesojnë këtu brenda, ti hesht. Sepse këtu tani kjo është shumë e ulët. Dhe sidomos kur ti prek në familjarë dhe në persona që kanë ndruar jetë. Drejtje e mori. Një gjë më bëri përshtypje kur Arditi erdhi për në emision, Landi, West Side Family ndodhej në studiot e Top Albania Radios dhe u afrua Arditi me shumë dashamirësime taku. Komplet se s'kam asgjë kundër Landit. I zjati dorën dhe Landi nuk i dha dorën. Komplet. Si ma komenton këtë histori? Nuk janë kapur temi nga kamerat apo se dhe mund ta transmetonin, po të lutem komentin tënd. Se s'është normale ajo gjë që bëre, tha. Ç'ka bë unë? Ore unë e kuptoj që Landi do mbroj mirë, mos tash mos bëhemi kot. Ore mbroj aty ku është për të mbrojtur. Mirë, ja kam thënë vlla do të mbroj unë aty kur je për të mbrojtur. Mos më japësh dorën, po mirë mos ma jep. Kam bëj gjë ty. Jo. Dhe mirë t'ja zgjata dorën atij, pavarësisht se ai s'ma zgjati. Si ja zgjata Rogertit, po, bashkë me Juelën që rritim qeshtin kur përmendin babën tim. Po aty? Pse jo? Kjo është thjesht njeri. Kjo është thjesht human. Kjo është kesh vlera njerëzore. Kjo është kesh dignitet. A mërzitesh? Po si mos mërzitesh o Elon? Si mos mërzitesh, më fal? Si mos mërzitesh? Ç'a thua, më jeni Terezit kokës, sigurisht ke hyrë në Big Brother, ke hyrë në një show. Po është reality ama. O hyrë dhe qëndrove vetja dhe unë prandaj kam thënë që në momentin kur Rogerti ja bënte ndaj njeriu nga loja. Jo, loja aty është thjesht njeriu. Kjo është loja. Shpreha e famshme. Loja është thjesht njeriu, që ti t'jesh ai karakter. Këta 4 persona nuk të takuan? Juela, Miri. Jo, tani erdhim takoj. Tani e prisja që do më nominonte. Rogerti tani erdhi takoj, po. Po shi, përqafohen edhe sigur kë kanë nxjerr jashtë. Ç'a ka për të pabesin. Më fal, po të martën Rogerti i tha Miri ti je i pabes. Ore, jemi në Terezi tani. Miri duhet kish kuptuar më shumë. Duhet ulet çik më me këmbë tok për mendimin tim. Ti shohë gjërat çik më qetë. Do flasësh me Mirin kur dali? Po do let vit flasim. Se tani ti nuk do kërkosh të flasësh. Jo, s'kam çfarë të kërkoj se Miri duhet vit kërkoj falje ke unë. Publicitet. Ardit Murata e vazhdon të jetë në studion e Top Albania Radios dhe përveç disa prej historive më dinamike dhe më aktive që kanë ndodhur në atë shtëpi, shumë na ke prek vlla me historitë e trishta që tregove për humbjet. Mos u hap. Kam qarë shumë, me thënë të drejtën, edhe s'di tamam çfarë thuhet në të tilla raste kur je edhe në transmetim, fjalë zemre, edhe gjithë mbështetjen. Është sinqerisht e them këtë që këto vite ti e kupton edhe nga rrugtimi im i karrierës, që unë kam qenë shumë pak aktiv gjatë këtyre viteve. Kjo të mëson të ul me këmbë në tokë, të bën të shohësh njerëzit për atë që janë. Sinqerisht ta them këtë. Je bërë më i fortë? Më fal. Po aty brenda me ato çfarë më janë përmendur mua, unë duhet kisha shkalluar. Duhet të kisha bërë Jozi dhe për te Jozit. Po jo. Kur vjen në fytyrë tani drejtje e mori për njerëz. Njeria mu shpirt gjak kam dhe unë, Ballkanas jam dhe unë tani mos bëjmë sikur vim nga kultura oksidentale e Oxfordit. Çfarë more nga ky Big Brother? Gjërat shumë pozitive. Dua t'i mbaj mend gjërat e bukura, gjërat e mira,
Dua t'i mbaj mend ato momentet me Stenaldo dhe Malin që këndonim si budallënj. Dua t'i mbaj mend ato batutat që bënim shpesh herë me Markon. Dua t'i mbaj mend me Markon edhe me Markon këndonit. Po, more jemi kënaqur, seriozisht jemi kënaqur. Dua të mbaj mend ato momentet kur me Alesion bënim inskenimet në shtëpinë tonë kur unë pretendoja se isha Alban Musaj, po në kohën kur ishte ai pak bullafiq si unë. Pra, shumë gjëra të bukura. Po edhe atë misterin e kënaqur. Po edhe atë Nikolën e Edhe atë Nikolën që e zbuluan sot. Nxorri. Ua, solidar tani këtë. Kjo Mikela që të duket ty kështu. Ka ca pyetje bam, për përgjigje të shkurtra se ne jemi në limit. Na koha fluturoi koha me Arditi. Flasum kështu për. Se njohim gjurmën njëri tjetrit. Shumë shkurt. Cili ishte momenti kur kuptove që loja brenda shtëpisë nuk ishte më në favorin tënd? Në asnjë moment favorin tim ka qenë gjithkohës. Nëse do kthehesh edhe një herë në shtëpinë e Big Brother, çfarë do bëje ndryshe që të shkoje deri në finale? Asgjë. Nikolë, vazhdo. Cili banor mendon se nuk është treguar fare siç është në të vërtetë përpara publikut? Pyetje me speckë. Që këtej bën shokun, këtej. Brikena. Jemi në një nominim të fortë. Duhet thënë që është ndoshta ndër më të fortit deri tani në shtëpinë e Big Brother. Një pyetje parantezë, nuk jam i sigurt për këtë. Gimbo ka bilet kthimi? Se nuk jam i sigurt. Asun. Po ti lëm biletat. Kemi 4 emra Gimbo, Selin, Mateo. Ky ishte nominimi i kutis Pandorës si se bëri dot Juela Kurr. Praktikisht duhet ta kishe bërë atë, fal se duhet ta them këtë. Po shkon tjetra jepet kutia Pandorës, jepen 3 emra dhe shkon shpëton Rogertin. Kokr e namit, domethënë tregon literalisht te nominimi këtu tani mos më shko. Tregon se ku është ambicia e saj brenda atij formati. E mbylla këtu. Tani, nominimi, 2 çifte, 2 djem, 2 vajza, Brikena Selin dhe Gimbo Mateo. Gimbo Brikena. Mambo. Pra, Gimbo Brikena janë ata të dy të cilët me logjik dalin më pak të votuarit, pra më pak të preferuarit, sipas meje gjithmonë. Dhe në varësi të situatave se si do të ndodhi, se tani ku diu mbase Brikena i vjen që kështu dritë. I vjen një puthje dashurie. Edhe ku diu mbyll syt puthet me Mateon. Do ishte interesante të ishte Selin dhe Gimbo në fund. Do ishte shumë interesante, por në Selin dhe Gimbo del Gimbo, vjen shumë keq, del shumë i mirë, shumë pozitiv. Dhe atë që themi gjithmonë, ore nuk ka parashikime. Ndodhin edhe ndodhin. Të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Ti do kthehesh prap. Edhe do kthehesh prap kështu, do bëjmë co-hosting, do bëjmë bashkëprezantimi. Jo, nuk kam si u solle çat tham the tash. Do kapim një aty edhe Gimbo aty. Po. Nuk e dim për të parë çdo gjë në prajmin e të shtunës, sa i përket planeve televizivo, radiofoniko, kulturoro, artistiko. Dua të rikthehem ashtu siç më ka hije. Kur thua të rikthehem këtu, në këto mure? Diun tjetër, s'tash gjë. Ta uroj. Mikelita, faleminderit edhe ty. Faleminderit edhe ty Mikel. Duke qenë se fundjava ime fillon sot. Fundjavë të bukur të gjithë. Fundjavë të mbar, unë jam të vendja pa me shokut. Natën e mirë. Natën.